Dhe më thonë bojna kumpira me saq. Mishi është I lupës. E bojna birat edhe e shtimi hudrat krejt në shto birë që shto. Dhe më thonë që për procedurë shko që shto. Kumpirat I kena qëru. Një 5-6 vena, nuk kemi nevojë kur ditë sa. Ky është mishi I lopës. Hudra tani ja jap atë shijen e vet. E lyme, nëse keni ju senf normal, do me thonë senf, e lyni me senf normal. Nëse nuk keni, unë fatkeqësisht nuk kam, jam të e përdor senfin me feq, senf edhe mjalt. Është. Ama mos u bani marak se nuk bëhet jamën. Se unë nuk kam senf normal. Ju e bleni senfin normal, e lyni veç me senf normal qështu, sikur me këta që I pendy, e lyni edhe me senf. Amo tek është ky me mjalt, unë nuk pely shumë trash, vetëm pak, sa me marr aromen e senfit. Do me thonë për që ato pely qështu kaq pak. Amo në qofë se ju, jo në qofë se, po me senf normal është ma mirë, e lyni me senf normal. Do me thonë që kjo është procedura e mishit. Saqin e kom ly me margaren, kush është musliman, kush është katolik me vjan të thërit e lyn bëhet shumë më I mirë. Specat, janë veç qërum edhe Milan, e tash te kumpirat. Kumpirat, unë I kompleksit kachme, rosmarin për kumpira. Ju nuk keni nevoj me blit gatshme, unë I bëj edhe vet, I qes rosmarin, oregano, viget edhe biberzi. Unë tash pak ja shtoj biberzi, se këto s'ka. Normal pak viget ja shtoj, qështu. Lukt janë vogla, mos më thuj shumë I qite. I shtoj zejtin. Edhe I shtoj magdenos. Në kumpira ka shangaripa, do me thonë kumpirat, shangaripat, kjep, hudra edhe I përzi kejt komplet. Këto I përzin kejt komplet mirë edhe I qes në saqin. Saqin e lo për 3 orë deri në 4 orë në pjek, në temperaturën, do me thonë 250 shvir. Ja qes pak uj, jo shumë, pak uj, edhe janë prefekt njerës. Kumpira, ma të mirë, s'keni hongër, as keni me hongër. E më lënë saqin, unë tash ja qes që të pak uj, e shpëlloj këta. Në thonë sa me shpëlloj këtë ranën. Shteni për 3 orë deri 4 orë në pjek në temperaturë 250.